Fëmijët po shiten në sytë të shtetit, so trupa të vegjël duhet të shkatërohen që prokuroria të zgjohet në semafor, në rrugë, në trotuare dhe mes makinave. Shqipëria po sheh çdo ditë fëmijë të përdorur si mallfitimi. Ndërsa drejtësia hesht. Pyetja nuk është më nëse ka shfrytëzim. Pyetja është, sa fëmijë duhet të vuajnë, sa mund të bien prej abuzuesve, sa duhet të zhduket fëmijëria e tyre që shteti të ndërhyj? Ka pamje që nuk janë më thjesht varfëri. Janë provë krimi. Janë akt akuz. Janë turpi i gjallë i një shteti që ka zgjedhur të shohë, por jo të veprojë. Fëmijët që lypin nëpër rrugët e Shqipërisë nuk janë vetëm viktima të nevojës. Në shumë raste, ata janë shenja të një errësire shumë më të rëndë, shfrytëzim, përdorim, detyrim, poshtërim dhe rrezik i përhershëm nga duar kriminale që i trajtojnë si instrument përfitimi. Dhe pikërisht këtu nis pyetja që e djeg ndërgjegjen publike. Pse nuk ndërhyn drejtësia? Çfarë pret prokuroria? Cili është numri i duhur i fëmijëve të shkatëruar që shteti ta quajë këtë emergjencë kombëtare? Sa fëmijë duhet të enden mes makinave, sa duhet të përdoren për lypje, sa duhet të rriten në urdhër, frikë dhe poshtërim që institucionet të kujtohen se ekzistojnë? Sepse një fëmijë i vogël në rrugë nuk është pamje e zakonshme. Nuk është realitet social që kalon me një pëshertim. Nuk është dekor i qytetit. Është alarm. Është sinjal që diku ka një të rritur që përfiton prej tij. Që e ka nxjerrë aty. Që e përdor. Që e dërgon. Që e kontrollon. Dhe kur një fëmijë shfaqet për ditë në të njëjtat pika, në të njëjtat semafor, në të njëjtat rrugë, atëherë nuk kemi më përballë rastësi. Kemi përballë sistem shfrytëzimi. Fëmia nuk del vetë në rrugë. Fëmia çohet në rrugë. Kjo është e vërteta që shumë kush e di, por pak e thon. Fëmia nuk zgjedh të trokas në xhamat e makinave. Nuk zgjedh të endet në vap, në shi, në pluhur, në trafik dhe në uri. Nuk zgjedh të rrezikojë jetën në mes të rrugës. Ai çohet aty. Ai përdoret aty. Ai shtyhet aty. Dhe shpesh, pas atij krau të vogël që zgjatet për lëmosh, shihet dora e pistë e një të rrituri që fiton mbi mjerimin e tij. Kjo është arsyeja pse çështja e fëmijëve të rrugës nuk mund të trajtohet më si temë lëmoshe apo si dekor sentimental për reportazhe të përkohshme. Kjo është çështje penale. Çështje e pastër penale. Sepse aty ku ka përdorim të fëmijës për përfitim, aty ku ka detyrim, aty ku ka ekspozim të qëllimshëm ndaj rrezikut, aty ku ka mungesë totale mbrojtjeje, aty fillon territori i krimit. Dhe mbi këtë territor, shteti hesht. Hesht policia që i sheh. Hesht pushteti vendor që i njeh zonat ku ata shfaqen çdo ditë. Hesht shërbimi social që duhet i kishte identifikuar me kohë. Hesht prokuroria që duhet të kishte nisur hetime kryesisht. Hesht qeveria që flet për mirëqenie, por nuk i shpëton as më të pambrojturit. Kjo heshtje nuk është pafajësi. Është bashkëfajësi. Sepse askush nuk mund të thotë se nuk e ka parë këtë realitet. Shqipëria i sheh çdo ditë fëmijët në semafor. I sheh me rroba të lodhura, me sy të rënd, me duar që trokasin në xhama të mbyllur, ndërsa qyteti nxiton të mos ndalet gjatë mbi ta. I sheh dhe është mësuar. Dhe kjo është pika më e frikshme, kur një shoqëri mësohet me poshtërimin e fëmijës, ajo ka filluar të kalbet moralisht. Po sikur pas lypjes të ketë therr më të madh. Po sikur pas atij fëmije që sheh në rrugë të ketë dhunë. Po sikur të ketë rrahje. Po sikur të ketë kërcënim. Po sikur të ketë trafikim. Po sikur të ketë përdorim seksual. Po sikur të ketë zhdukje identiteti, mungesë shkolle, izolim, urdhër, kontroll dhe një jetë të tërë të vjedhur para se të ketë filluar. Këto nuk janë pyetje alarmiste. Janë pyetje që lindin natyrshëm në çdo shoqëri normale kur sheh fëmijë të pambrojtur të lënë në rrugë. Sepse aty ku fëmia është i pambrojtur, grabitqari e ndjen menjëherë. Dhe aty ku shteti mungon, krimi hyn pa trokitur. Prandaj pyetja sa fëmijë mund të abuzohen seksualisht nuk është hiperbol. Është akuzë e drejtë për drejtë ndaj mungesës së reagimit. Sepse një shtet serioz nuk pret të dalë viktima në ekran për televizor. Nuk pret kufomën. Nuk pret videon. Nuk pret skandalin ndërkombëtar. Nuk pret që një fëmijë të shkatërohet përfundimisht që të justifikojë ndërhyrjen. Shteti matet te fëmia më i pambrojtur, jo te propaganda më e zhurmshme. Mund të ndërtohen fasada. Mund të lyhen sheshe. Mund të mbahen konferenca. Mund të prodhohen slogane, shifra, raporte dhe reklama qeveritare. Por një shtet rrëzohet moralisht në çastin kur lejon që fëmijët të përdoren si mall qarkullues në rrugët e tij. Ky është testi i vërtetë i shtetit. Jo si flet, por kë shpëton. Jo sa investon në imazh, por sa mbron ata që nuk kanë zë. Dhe Shqipëria, përballë këtij testi, po dështon në mënyrën më të turpshme. Prokuroria nuk mund të sillet sikur nuk e sheh. Nëse ka fëmijë që lypin vazhdimisht në rrugë, duhet hetim. Nëse ka të rritur që i shoqërojnë, i mbikëqyrin apo i mbledhin, duhet hetim. Nëse ka zona të njohura ku fëmijët shfaqen për ditë, duhet hetim. Nëse ka dyshim për rrjetë shfrytëzimi, duhet ndërhyrje e menjëhershme. Nëse ka të mitur në rrezik, duhet mbrojtje urgjente. Jo deklarata. Jo justifikime. Jo procedura pafund. Por veprim. Sepse çdo ditë vonesë është një ditë më shumë e vjedhur nga jeta e një fëmije. Dhe në fund mbetet vetëm pyetja që e turpëron të gjithë sistemin. Sa fëmijë duhet të shiten, të përdoren, të poshtërohen, të lihen në rrezik dhe të humbin fëmijërinë e tyre që prokuroria e Shqipërisë, qeveria dhe gjithë aparati i shtetit të vendosin të ndërhyjnë? Sepse nëse edhe kjo pamje nuk mjafton për të zgjuar drejtësinë, atëherë problemi nuk është se shteti nuk di.
Problemi është se shteti ka zgjedhur të mos ndjejë.